Receta me vaj ulliri që ju heq 10 vite nga fytyra, ja si ta përgatisni. Ndërsa është e vërtet se sot ka qindra produkte kozmetike dhe mbrojtëse në kujdesin e lëkurës sonë, është gjithashtu e vërtet që ka vetëm një pengesë që mund na sjellë shumë ndërlikime, ku përpiqemi të luftojmë kundër tyre. Ne po flasim për plagë natyrale. Çfarë do që të bëjmë, koha nuk do të ndalet kur dhe ky fakt do të fillojë të marrë shumë më forma të qarta në lëkurën tonë. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Në këtë video do të mësoni se si të krijoni një krem të mirë anti-rrull që do të ushqejë kështu lëkurën tuaj, do të ndihmojë edhe në rinimin e saj. Me këtë krem të thjesht mund të arrini të realizoni një produkt fantastik anti-rrull të fuqishëm, i cili mund të ushqejë lëkurën dhe ta pastrojë atë të rësisht, të hiqni pa pastërtitë dhe njollat e saj, dhe natyrisht ta ripërsërisni atë sipas nevojës tuaj ditore. Përbërësit që ju duhen në realizimin e kësaj recete janë: një lugë gjedhe vaj ulliri, një e verdhë veze, një lugë me mjaltë dhe gjithashtu një lugë me vazelinë. Pasi siguroni të gjithë përbërësit e nevojshëm, filloni gjithashtu me përgatitjen e kësaj recete. Për të përgatitur vetë në shtëpi këtë krem të shkëlqyer kundër rrullave, duhet vetëm që të përzjeni këta përbërës, vazelinën dhe pastaj në një tas të madh të shtoni edhe përbërësit e tjerë. I përzjeni gjithçka mirë derisa të arrihet një masë homogjene. Përpara aplikimit të kremit shtëpiak kundër rrullave në fytyrë, lajeni mirë fytyrën tuaj dhe hiqni grimcat dhe pluhurat nga ajo. Vendosni pak krem në gishta dhe më pas e aplikoni në fytyrë butësisht dhe gjithmonë duke bërë lëvizje rrethore masazhuese. E lini kremi për 3 minuta në fytyrë, pastaj hiqeni atë me pambuk dhe në fund e lani fytyrën me ujë të ftohtë. E aplikoni këtë krem çdo ditë në fytyrën tuaj dhe pas një jave, lëkura juaj do të bëhet më e tendosur, gjithashtu edhe më e bukur. Pa pastërti do të zhduket në mënyrë natyrale dhe lëkura juaj do të duket më e freskët njësoj si më parë. Rezultatet që do të merrni në fund do të jetë gjithashtu një lëkurë më e shëndetshme dhe pa shumë probleme të rrullave. Përdorimi i këtyre kremrave në kushte shtëpie mund t'ju ndihmojë të keni një lëkurë më të ushqyer dhe të ndihmoni gjithashtu edhe në rigjenerimin e saj. Për fat të keq, shfaqja e rrullave është e pashmangshme për të gjithë, sidomos për femrat të cilat aplikojnë produkte nga më të ndryshme në lëkurën e tyre. Kur përballeni me to, përpiqeni t'i largoni duke përdorur kështu kremra të ndryshëm, trajtime dhe mënyra të ndryshme kozmetike. Por madje edhe kremrat më të shtrenjtë nuk garantojnë ngadalësimin e këtyre përsosmërive kozmetike, veçanërisht sepse lëkura mësohet me këto kremra dhe nuk prodhon gjithmonë rezultate të dëshiruara. Por nëse nuk e dini, ekzistojnë kremra efektiv kundër rrullave dhe për më tepër mund t'i përgatisni vetë në kushte shtëpie. Kjo recetë ka përbërës natyral dhe është shumë e thjeshtë dhe e përshtatshme për të gjitha llojet e lëkurës. Ky krem shtëpiak është ideal për kujdesin e lëkurës, hidraton dhe ngadalëson procesin e plakjes së lëkurës, duke i dhënë rezultate të dukshme dhe vetëm pas disa ditësh përdorimi. Përbërësit që ju duhen për këtë recetë të dytë janë: një verdhë veze, një lugë gjedhe vaj bajamesh, gjysmë lugë gjedhe mjalt, 2 lugë gjedhe vazelinë medicinale. Përbërësit mund të jenë të nevojshëm dhe filloni përgatitjen e saj. Shkrini vazelinën në avull për disa minuta, më pas largojini tenxherin ose enën ku është vendosur vazelina nga nxehtësia dhe shtoni mjaltin, të verdhën e vezës dhe i përzjeni të gjithë përbërësit mirë derisa të krijohet masa homogjene. Vendoseni këtë përzierje në një enë të pastër, preferohet një kuti e vogël sikur e kremit që mund të përmbajë deri në 50 ml. E vendosni kremin në fytyrë me lëvizje rrethore. Pas 30 minutash që keni vendosur kremin, e pastroni fytyrën tuaj me pambuk të lagur ose me ujë të rrjedhshëm. Ky krem ka nevojë që të absorbohet nga lëkura për 1 orë, prandaj preferohet të aplikohet të paktën 2 orë përpara se të shkoni për të fjetur. Masën e mbetur mund ta mbani në frigorifer dhe ta përdorni sërish herën tjetër. Por duhet të dini që
Përpara çdo përdorimi të recetave natyrale, nëse lëkura juaj o toleron ose jo, është më mirë që ta aplikoni si fillim në një pjesë të vogël të lëkurës së krahut. Kështu do ta shikoni më afër nëse ajo është e përshtatshme ose jo në situatën tuaj aktuale dhe nëse nuk jeni alergjik ndaj asaj, mund ta përdorni sipas nevojave tuaja ditore. Kështu do të keni një lëkurë më të bukur, më të shëndetshme dhe gjithashtu do të keni sa më pak rrulla. Lëkura është organi më i madh i trupit të njeriut, i cili përshpejton gjithashtu edhe veprimin e saj nëse bie në kontakt me faktorët e ndryshëm të jashtëm. Nëse doni të keni një lëkurë më të re dhe më të shëndetshme, duhet të kujdeseni më mirë për të. Nëse e mbroni lëkurën si duhet dhe aplikoni hidratuesit her pas here, do ta keni lëkurën tuaj më të bukur, më të shëndetshme dhe do të keni sa më pak rrulla. Por ndërkohë lëkura juaj do të përfitojë shumë edhe nëse aplikoni këto receta në kushte shtëpie. Ekspozimi i pakontrolluar në diell, dehidratimi dhe mungesa e varfër ushqimore dhe përdorimi i duhanit, alkoolit dhe të tjera dhe larësit e gabuar të fytyrës janë faktorë të cilët çojnë edhe në humbjen e elasticitetit të lëkurës, krijimin të rrullave dhe faktorëve të tjerë, të cilët mund t'ju bëjnë që lëkura juaj të krijojë më shumë akne, rrulla dhe mund të krijojë gjithashtu edhe një pamje jo të përshtatshme, të cilët mund t'ju vendosin në vështirësi. Ekspertët tregojnë se mendjekjen e recetave natyrale në kushte shtëpie do të ndihmojnë në rimbajtjen e lëkurës suaj. Maskat për rrullat mund të jenë të shumta dhe një prej tyre mund të rendisim në këtë video e cila mund t'i jap gjithashtu edhe rezultate fantastike në dukjen e lëkurës suaj. Vaj i ullirit është i pasur me vitaminën E, acide yndyrore omega 3 dhe element ushqyes që veprojnë në luftën kundër radikaleve të lira duke i ofruar lëkurës së fytyrës një mbrojtje më të mirë kundër rrullave dhe parandalimin e akneve të tyre. Kështu do ta keni më të lehtë të rimbani lëkurën tuaj më të pastër. Nëse jeni lodhur nga trajtimet dhe kremrat e shtrenjtë, ju propozojmë maskën e mëposhtme. Ju duhet një filxhan kafeje, të shtoni një lugë gjedhe vaj ulliri, një lugë çaj mjalt organik, 2 deri në 3 pika glicerin. Përzjeni të gjitha përbërësit derisa të lidhen me njëri tjetrin dhe më pas e aplikoni në fytyrë të thatë 2 deri në 3 ditë me anë të lëvizjeve dhe rrethore. Mund ta përsërisni këtë recetë duke përdorur vaj bajamesh, vaj në arës së kokosit, por nëse nuk i keni këto vajra, mund të përdorni paprikë dhe vajin e ullirit. Në fund, rezultatet që do të merrni do të jetë një lëkurë më e shëndetshme, më e mbrojtur dhe më pak inflamacione të saj. Ekspertët Healthline citojnë se sa më shumë produkte natyrale të përdorni për lëkurën, aq më shumë përfitime do të ketë ajo, pasi nuk do të ndikohet gjithashtu edhe nga faktorët e jashtëm. Maskat për akne gjithashtu mund të jenë të mira që t'i ndiqni në kushte shtëpie dhe rezultatet që do të merrni do të jenë gjithashtu një lëkurë më e shëndetshme dhe pa shqetësimin e tyre. Dëshirojmë të sqarojmë që nëse kryeni her pas here këtë trajtim efektiv, do të arrini të keni një performancë më të mirë të lëkurës. Duhet të pastroni lëkurën si duhet nga papastërtitë të ndryshme, të ndihmoni gjithashtu në mbrojtjen e saj dhe të evitoni acarimet e mundshme. Ju mund të përdorni edhe produkte natyrale, por nëse keni çrregullime hormonale, përgatituni që problemet e lëkurës dhe aknet të jenë më prezente. Ndaj, kujdesi i dur dhe pastrimi i lëkurës suaj mund të jetë një mundësi e çmuar për ta mbajtur lëkurën e shëndetshme dhe gjithashtu edhe më të fuqishme. Sipas Lord Health, ju mund të përdorni produkte natyrale. Rrudha dhe linjat e fytyrës janë një tregues i parë i plakjes dhe humbjes së vitalitetit të lëkurës. Ky mund të jetë një problem i madh te gratë, por te burrat është edhe një shqetësim i vazhdueshëm. Produktet mund të jenë gjithashtu nga më të ndryshmet për të ndihmuar lëkurën tuaj të duket më e shëndetshme dhe më e mbrojtur, dhe mbi të gjitha të evitoni krijimin e acarimeve të tyre. Ndjekja e këtyre produkteve në kushte shtëpie do ju bëjë që të keni një lëkurë më të mbrojtur, më të shëndetshme dhe më pak komplikacione të saj. Ndaj përdoreni atë së duhet dhe përfitimet që do të keni do të jenë vërtet mbreslënse. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos e zëvendësojë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.